Detajet ronditëse dalin nga martesa mbretërore. Pse nuk fle me mua? Princesha Diana u shokua nga përgjigja që mori nga mbreti Charles kur e pyeti për jetën seksuale. Një tjetër libër për jetën e mbretit të ri të Britanisë Charles III dhe martesën e tij të dështuar me Dianën do të shkon themelet e pallatit britanik. Autori Christopher Anderson ka shkruar një libër që do të publikohet në 8 nëntor, zbulon më shumë detaj rreth martesës së tyre. Sipas librit, martesa e Charles dhe Dianës kishte kaq shumë drama sa oficerët e mbrojtjes mbretërore ishin të shqetësuar se dikush do të lëndohej. Një nga shërbëtorët e Charles kujtoi se kishte parë Dianën duke e sharë dhe duke u tallur me obsesionin e burrit të saj me Camilla që tashmë është gruaja e tij. Pse nuk fle me mua? Thuhet se Diana e ka pyetur burrin e saj, me të cilin nuk kishte pasur intimitet që nga lindja e princit Harry në vitin 1984. Nuk e di dashur, mendoj se mund të jem homoseksual. Thuhet se ka qenë përgjigja sarkastike e Charles, sipas librit të ri që do të publikohet. Sipas librit, Charles kishte kërkuar respekt nga ana e saj. A më njeh kush jam? Besohet se i ka thënë Charles, ndërsa Diana ja ka kthyer: ti nuk do të jesh kur mbret. William do të pasojë nënën tënde. Unë do të kujdesem për këtë.